Faleminderit. Si e? Mirë, si ke qenë? Si e vlla? E mirë, qa bone, urim me ditën e punëtorëve. Gjithashtu edhe ne ditën e punëtorëve u futëm këtu, kështu që për te Kile Kuto lidhim 2 sekonda dhe japim disa këshilla. Po, do t'i mbledhim gjithë. Shije pa vedije. Këtu mbledhemi ne. Unë vetëm shijoj dhe me Kush e ka bo? Dhe me shije provoj. E provoj. Tani ti duhet bësh pjesën e repit, rash me shi. Mëse kështu im qefin cepave, i bëjnë i qefin kështu. Dikon krye fermerja. Ashtu, ha? E kemi me kimet për e fermerja. T'japësh nxime caka, pa gjithë. Pa. Shumë mirë, shumë mirë. Ha? Se s'pëshu? Jo. Ja erdi dhe adi, hajmë lidhemi që... Salami, si e? Si një gjeta? Si e? Rigersi. Okej, atëre. Ja ka hajde dhe ti këtu, ti bëjmë respekti mikut. Po mëre, direkt. Kush ka ngelur tjetër, përveç Olës? Do kaloj mrapa ku ti ke. Oke, vazhdo. Super. Atë unë jam Rigerës Rusi, për ata që s'mjoj. Fermeri Joniri. Si te? Fermeri Joniri. Jo, jam fermeri, ja. Jam trajnues nga Alp Academy në hotelleri turizëm. Sorry, po së gjeta mirë. Këshilla se si duhet jetë standardet e larta në një hotel ose një strukturë ose një biznes. Edhe për disa arsye t'i japim disa këshilla këtu. Pra, jo njerëzit nuk din pastrojnë, gjithë din pastrojnë. Por mënyra profesionale kush është? Sepse, siç e tha dhe Malbora vetë që xhama e gjëra, po okay, po ka një mënyrë. Janë ca ikona që kanë bidonat e produkteve lartë. Ka një sketë teknike, sa hollohet, si përdoret, ku duhet përdoret, ku duhet spërkat. Si e? Mirë? Më falë. Po moza, ku është? Po vesh fustani. Oke. Pra, e gjithë kjo gjëja ka disa rregulla. Nuk është se mesazhi do t'japim sot nuk është se nuk din pastrojnë gjithë njerëzit, gjithë din pastrojnë. Po japim atë që si duhet jetë saktë. Se ka të bëjë me infeksione, ka të bëjë me mikrobe, baktere, alergji, ka njerëz që janë mushkujt e tyre mund të ndohen, edhe për këtë arsye do japim disa teknika. Pra, disa mënyra në tualet, në kuzhinë, çfarë duhet kujdesim më shumë. Dhe si të pastrojmë sa më shpejt. Si të pastrojmë më shpejt. Ti ke teknikë të shpejt, besoj, pastrimi. Shumë të shpejt. Për 5 minuta bëhet çdo gjë. Zakonisht është me minutazh, nga problemi. Ti e ke për 5 minuta kryet gjithë hoteli, nga koha dhe ka. Besoj Gersin nuk ka, domethënë gjithë zonjat një brave për punën që bëjnë, sidomos në turizëm, por ka disa teknika që duhet t'i mësojnë. Realisht e them të gjë. Dhe kam shumë vite që e flas, kam 6 vite në treg që e flas të gjë. Në herë dukem keq unë, po janë pro atyre njerëzve që ta kuptojnë që jo çdo gjë. Kohas flori. Domethënë t'i japin materialet e duhura, të kenë karrelat e dera, të bëhet punë siç duhet. O, Moza! Moza! Në për që po i ka ardhur Bjon si e kërkoj sot mëngjes me sy të kaltër. Edhe mos ndoshta e ka dëgjuar Agaj dhe... Në fakt, Moza thoshte një kontroll fizie ka Prit, jo më jo se ma kërkoj sot mëngjes, prit. Ku është? O, Moza! Okej. Do fillojmë. Po, dhe pak të kuzhina japim disa gjëra, dhe pastaj në tualet, pastaj në dhomë. Okej, hajde nisim që tani që... Se ke problem mos të ndjeku se unë jam me qizve dhe kam halë mos bëj bajt. Sa të vesh kpucët e erë? Vaj, do ja dalësh, janë njërës të mirë, po ashtu duken, po janë njërës të mirë. Mas pare gonja një gjetë se pak bukë. Moza, a doje një kontrol fizie, sa Mirë. Jo, asgjë. Vetëm një ujë kombëllat jam okay. Ngrejtë ti shoj fushka. Fare. Ngrejtë ti shoj. Prit, të vej një rryp që të vej mikrofonin. Xhama. Fungojnë funkdesun e shpejt. Për xhamat kemi vetëm ato shqyrëse, kurse për vetëm lehtë ska dhe nuk ishim do të lartë. Okej, po piceta i kemi? Piceta kemi, Sa ti shpastrojmë. por nuk kemi mjete edhe Ato që kemi, s'ka gjë, ato që kemi, ne do japim mënyrën si duhet të jetë, okay? Atë çfarë duhet kujdesemi këtu? Unë se kam... Se na kape kështu në gatime sipër. Kë ka travesor se me mirë më kohë. Jemi shumë pastër, jemi tri.
Në një strukturë ose një shtëpi për njerëz që na ndjekin, e ndajmë në 4 zona. Pra një apartament, një dhomë, një shtëpi, ku do që jemi. E ndajmë në 4 zona. Te verdhat, ngjyrat e verdha, piceta, detergjent, çfarë janë gjitha këto dorezat, si rasti konkret, duhet jenë të verdha dhe janë vetëm për kuzhinë. Okej. Se bëhet kjo gjë? Bëhet që ti ndan këtë zonë. Dhe ngjyrat e verdha e lidh gjithmonë me yndyrnat, zgëstatoria verdh dhe gjëra të tilla. Ngjyra blu e lidhi me plurat. Kush janë plurat? Nga tavolina e lartë. Pra, xhama, kasa, mobilje, komodina, rafte, çfarë janë këto? Janë blu. Detergjenti blu, picetat blu. Okej? Pra, ku ti je duke pastruar, merr atë ngjyrë, dhe ti e shikon më njëherë se çfarë është duke pastruar. Bën direkt Nuk përdor leskën e dyshemes për me pastru. As bëhet fjalë që jo, po kur ti e ke të ndarë në të lloj forme, pra ti ndjek më një herë pra ngjyra. Ngjyra i shile është vetëm për dyshemen. Tok, bar, pem, edhe ti e lidh më një herë. Detergjent, edhe çfarë janë picet? Shtupat, pra mopat janë për dyshemen. Ngjyrat e rrezikshme janë të kuqet. Pak, shumë pak. Ku janë të kuqet? Ku që kemi me të rrezikshme këtu ne? Tualet. Atëherë tualeti që ka mikrobe, baktere pafund, pra ne jemi kaq banor tani, po meno pak me një strukturë të madhe që se kontrollon dot. Pra sanitarja duhet të bëj detergjentin e kuq, çofi rregulla se si hollohet, skeda teknike, picetat e kuqe, mjetet e saj, pra kovat që janë me ngjyra lart kuqet, edhe ti ndjek më një herë. Pra, ajo është duke bërë tualetin, ajo është duke marrë pluhurat, ajo është duke larë në kuzhinë. Dhe kështu ndajmë zonat edhe nuk marrim mikrobe nga këtu dhe i çojmë nga ana tjetër. Për këtë gjë bëhet. Dhe sugjerat prandaj janë me ngjyra. Për këtë arsye që ti ta ndash më një herë zonë. Duhet të ndajmë vetëm ashpërsinë që ka sugjeri nga poshtë. Jo me çdo lloj e zezë, blu, i shile që janë ato ti mund pastrosh çdo gjë. E bardha është për godat, që mos grevishin, që mos lëmë shenja. Zezat janë për gjëra të forta, tava, gjëra të tilla. I ndyrna kështu. Ku janë i shile, janë për gjëra që janë më delikate, që gjëra që ti mos e grevishësh atë gjë. Për këtë janë kodët që ndahen. Pastaj, mënyrat e pastrimit, si duhet pastru dhoma mëngjes, janë disa hapa. Ajrosim dhomën, kur zgjohemi. Disa hapa. Se qesh? Pra, ajrosim dhomën, marrim plurat, shpërkasin tualetin dhe jo e pastrojnë, po e lënë të veprojnë. Se pash pasaj rastin konkret Malboron që shpërkatan gjithande, por nuk pastron. E le të veprojnë, e ke shpërkatu të gjithë gjënë si që duhet, dhe pastaj ti mund të afërkosh edhe mund të shplash. Gjëra profesionale nuk shplash. Gjëra që ju keni, shplash. Bora pas ke punu kod deri tani. Pra mund ta spërkasim personin dhe t'ikim indiferent edhe të vim ta lajm as aty. I fus një spruco adit fat. Nga ana profesionale, I fus një spruco dhe iki. Pastaj. Mazi është zbut 2-3 orë. Dhe e lët veproj një herë, dhe më thonë të rri detergjent të rri, dhe të ndodhi moza të lutem, se po flasë një qëka shumë të rëndësishme. Dhe pastaj filloj me pastrojnë, po për pjesën e krevatit kam një pyetje. E kam dëgjuar long time ago, a është e vërtet që krevati nuk duhet bëhet sa po të qohesh, po duhet të linjër të aeroset? unë sa po e thash, hapi parë është aerosin. Aerosin, okej. Është ligj. A mund ta lëm të aerosur dhe kemi gati dhe për ditën tjetër aty? Thjesht do marrë gjithë nga jashtë dhe futesh brenda ta. Se mund zakonisht kjo e le vetëm aeros. Është momenti optimal për të rregulluar krevatin. Mëngjes. Ku mbajon aerosja? Shiko gjerë, të buqosh, mëngjes aeros, dali vetëm marrë që ka dhoma brenda. Ndërkohë shkojmë ke lopët, kur themi nga lopët rregullojmë krevatin. Ke marrë punë pastaj. Sjellim dhe lopën krevat, po. Fikse. Okej, pra kemi qartë kush janë ngjyrat? Sa ishin? E verdhe, bardhë, jeshile, kuqe. Jo, ishin katër. Blu, më falë. Ishte fustani i Adilës, po është i gjatë, kam palos dysh. Ku janë të kuqet? Në tualetet. Okej. Blut? Plura. Mobilje. Si në klasë. Guzhilet janë toka. Po shikosh blun, shikoj qiellin, ti e lidh me një herë, bluja gjithmonë është plura. I shile, dysheme, parket, pllak, mermer, bar, tok, ngjyra të tokës. E verdhat e Verdha gzhenjë. Ja.
Yes. Dhe kuqja është rrezikshme se është për në banjë ka Mikrobe, baktere, produkte janë sorta, janë kuqkate, ka pH, gjëra të tilla. Kemi tek lavanderia disa produkte që keni aty që tregoj disa ikona që njerëzit nga ndjekin. Të japin disa këshilla që nuk i din. Hajde shkojmë. O, janë nga produkte nga Euromega, ja shumë. Rrim çto veç. Tu dhe për banjo, ose për tavolinë. Sepse ti mund të marrësh me njëherë mikrobet nga ndeshjet. Është dramë. E, po ja që ndo. Këtu janë bërë me leskat e banjos ka shku në kuzhinë. Kemi mbaruar akoma, jo, te larë. Me leskat e banjos, rigers, tu kanë larë pjatat. Pastrin gotat. Po, sfyngjeri i tualetit ka larë dhe tavën e kecit. A kupto? Sepse kryefermierja nuk... Ja. Infermierja. Okej, Atë vazhdojmë. vazhdojmë. Lërmë gjërat e parëndësishme dhe vazhdojmë. Ja, po marrim rastin konkret, kush Malbora. Pra, njerëzit që na shohin, duhet të shohin përpara herë sketa teknike. Çdo produkt lartë që është në treg, ka një sket, ka një manual. Ne i di me memorie gjitha ato. Jo, na i di më mirë se ta. Sa hollohet, sa i rrezikshëm është, çfarë dëmtojmë. Ë? Sidomos për njerëzit që kanë edhe kafshë në shtëpi, duhet të jenë dyfishin me një të Edhe unë kujdesshëm shmeri kam të unë laj me uthull në shtëpi. Shumë mirë bën, po edhe produktet që janë okay. Pra, sa hollot, ku lejohet përdoret, si duhet përdor dhe sa duhet ta lënë që të veprojë. Jo çdo gjë spekat edhe fërko. Nuk lanë gjë. E le të veprojë, e le të zbutet dhe pastaj e pastron. Hape pak Okej? deri, të rosit. Jemi qartë deri tani. Çdo lloj produkti e ka larë, po njerëzit nuk e kuptojnë. Pra marrin një bidon, do dajmë gjithë aty. Moza. Pra, e lënë veprojë dhe më pas e fërkojnë edhe japin gaz. Okej? Iku dhe kjo. Çdo lloj produkti ka lartë sketën. I kemi qartë tani që ne duhet ta lëmë të veprojë. Jo ta hedhim. Ë? Okej. Okej. Hajde kemi në tualet. O moza, edhe lavatriçja duhet ketë Na të këtë lavatrice se këtu... Lavatriçja e tharsja janë problemin që një madh. Bëra unë lajmë sysh. sa kilogram që janë, aq rroba duhet fusin, jo më shumë, duhet fusin normen aq sa e ka lart ajo basketa që fusin, pra dozën e detergjentit, dhe zbucen e fusin nga mesi jo në fillim. Si nga mesi dia këto. E fusin nga fundit për arsye të marrë dhe aromat mirë. Do të thonë Pra, ja Jo në fillim pra ta hedhin gjë. Interesant. Ja, sot dhe gjë, faleminderit shumë.